Ja ku jemi sërish së bashku, e qa kemi zbuluar, ne qa kemi zbulu. Kemi zbulu. Kemi zbuluar dhe kemi zbuluar. Kemi zbuluar kush do t'jenë banorët e parë të Big Brother VIP Albania dhe zyrtarisht kush do t'jetë moderatori. Po që do bëhet nami, mos e diskutoni këtë. Po që do bëhet zjarr, mos e diskutoni këtë. Po që do bëhet një gjigant spektakël, edhe këtë mos e diskutoni. Big Brother VIP Albania është në derën tuaj dhe pak prisni kur të troket që të hynë në shtëpinë e të gjithë shqiptarëve. Po përgatitet një shtëpi glamuroze, po përzgjidhen banorët, po jepen mendime të ndryshme nga stafi, nga producentët, nga moderatori dhe po zbulohen sekrete që nuk janë zbuluar më parë. Sezoni 5 i Big Brother VIP Albania po afrohet me hapa të shpejt dhe thashe themet rreth banorëve tashmë kanë ndezur rrjetet sociale. Fansat janë në pritje të zbulimit të emrave të rinj dhe çdo ditë qarkullojnë spekulime të reja që bëjnë diskutime të zgjarta në forume dhe në Instagrame të ndryshme. Produksioni nuk ka konfirmuar ende datën e nisjes së zyrtare, por burimet e brendshme sugjerojnë se sezoni I ri do të nisë rreth mesit të muajit dhjetor. Do me thënë është një traditë që televizioni Top Channel e respekton gjithmonë, sepse Big Brother I ka filluar pikërisht në natën e Krishtlindjeve 24 dhjetor. Publiku është kurios për kombinimin e personazheve, kush do të sjell drama, kush do të bëhet favoriti publikut dhe kush do të shkaktoj tension brënda shtëpisë. Sipas informacioni që qarkullon në media, 7 emrat e parë që pritet të jenë pjesë e kastit më të ri janë Kristi Lamaj, Hilda Kërtalli, këngëtarja Lore, Kleoniki Deli Orgji, Kostana Morava, Rene Refe, Vitmar Basha. Në fakt, ajo që mund të triumfojë në këtë 7 të parë është Kostana, duke njohur dhe karakterin e saj, duke njohur dhe natyrën e saj, duke njohur dhe njeriun e saj. Besoj që Kostana Morava mund të reflektojë në mënyrë shumë gjigande, mund të ndërtoj një personazh shumë interesant brenda shtëpisë që do të krijonte polemika dhe dinamika, sepse sekreti I Big Brother VIP Albania është se cili nga personazhet mund të krijojë më së shumti dinamik brenda asaj shtëpie dhe besoj që Kostana Morava është ideale e përzgjedhur që mund të krijonte një dinamik të papar brenda shtëpisë së Big Brotherit. Më thënë, Kostana është personazhi që do na kishte dhënë një ngjyrë spektakolare brenda kësaj shtëpie, por mos e heqim dhe Hilda Kërtallin, duke njohur karakterin e Hildës dhe personazhin që Hilda karakterizon, mendoj që do të ishte një personazh që brenda shtëpisë së Big Brotherit do të kishte krijuar shumë polemik. Por nuk do të jenë vetëm këto të 7, do të kemi personazhe të spikatur, të cilët te publiku do të krijojnë atë bindjen sikur janë të lindur për Big Brother, sikur kanë lindur për Big Brother dhe pikërisht kjo do të jetë një sekret I bukur që do të vije në Big Brother VIP Albania. Ky kombinim premton një mix interesant të personaliteteve nga fushat të ndryshme të showbizit, muzikës dhe mediave sociale. Disa janë të njohur për pritjet e tyre dramatike dhe karizmatike, ndërsa të tjerët për misterin dhe intrigën që krijojnë në publik. Fansat tashmë kanë nisur të bëjnë parashikime, domethënë kanë filluar të bëjnë parashikime. Kush do të jetë më strategu? Kush do të formojë aleanca surprizuese dhe kush mund të shkaktoj konfliktet më të mëdha brenda asaj shtëpie? Edhe pse nuk ka konfirmime zyrtare, këto spekulime po ndezin emocion dhe pritshmëri. Një tjetër element që në fakt ngjall kuriozitet është moderimi I spektaklit. Përpos që ne kemi një kuriozitet papar se kush do të jenë banorët,
me çfarë forme do të vinë, me çfarë natyre do të vinë, si do të ngjiten ato tek arti shqiptar, tek publiku shqiptar, tek ajo që ne duam të shohim. Më thënë, kemi dhe këtë pjesën se kush do të jetë moderatori. Nuk dihet ende nëse Ledion Liço do të vazhdojë të jetë moderatori apo nëse produksioni ka planifikuar një fytyrë të re për të sjellë freski dhe surprizë. Moderatori është shpesh fytyra që kontrollon rrjedhën e ngjarjeve dhe ndërveprimeve brenda shtëpisë. Fansat e Big Brotherit e dinë se ndryshimi i moderimit mund të ndikojë thelbësisht në dinamikat dhe në tensionet. Për më tepër, pyetja e madhe e publikut që po bën është: a do të ketë risi në formatin e lojës? Apo do të ruhet formula klasike që ka funksionuar kaq mirë deri më tani? Në fakt, dua pak të ndaloj deri këtu, që do ketë ndryshimet e moderatori as mos e diskutoni. Me mbylljen e Big Brother VIP Albania 4, Ledion Liço pati thënë që Big Brother VIP takohemi në Big Brother VIP Albania 5, që në kupton që Ledioni mbetet dhe vazhdon të mbetet moderator i Big Brotherit. Më thënë vazhdon të mbetet. Ndërsa, në anën tjetër, a do të kemi risi në lojë? Me patjetër që po, sepse Big Brother VIP Albania ka faktuar tani që është një hap më përpara se Big Brother VIP Kosova, do më thënë e një më bukur këtë lojë, e një më bukur këtë strategji, e një më bukur sekretin e lojës, dhe mendoj që ky Big Brother do t'jetë një sekret i madh i bukur që do të cilë të publiku vetëm hijeshi. Dhe me patjetër që Ledion Liço do të mbetet moderatori i këtij spektakli. Diskutimet në rrjetet sociale janë nga më të zjarrtat se kur. Fansat janë të ndarë, disa mendojnë se ky cast është më i forti dhe më intriguesi deri më tani, ndërsa të tjerët shprehin keqardhje për mungesën e emrave surprizë që mund të bënin diferencën. Ekspertët e medias dhe ish banorëve të Big Brother VIP kanë parashikuar se ky sezon do të jetë më dramatik dhe më provokues, fal kombinimit të personazheve të njohur dhe të situatave të paparashikueshme që do të lindin brenda shtëpisë. Publiku imagjinon përplasjet, aleancat, tradhtit dhe lojrat strategjike që mund të ndodhin, dhe kjo e bën pritshmërinë edhe më të madhe. Jo që mund të ndodhin, por këto gjëra do të ndodhin, sepse po që se të mos jenë këto gjëra, Big Brotheri nuk do të kishte kuptimin e Big Brotheri. Do me thëmë, Big Brotheri dëshiron dinamik, dëshiron diskutime, dëshiron loj, dëshiron energji, po që se ti nuk e ke energji, nuk mund t'jesh pjesë e një spektakli të këtillë si që është Big Brother, dhënë që këtë ta sqarojmë për publikun. Në përfundim, Big Brother VIP 5 duket se do të sjellë më shumë emocione, surpriza dhe personazhe që do të nxisin debate të pafundme në rrjetet sociale. Publiku është gati për nisjen e edicionit dhe pyetja e vetme mbetet: kush do të triumfojë dhe kush do të largohet me turp? Ndërkohë që produksioni ende mban sekretet, shumë detaje, thashë themet e përditshme dhe bëjnë këtë edicion të jetë një nga më të komentuarit dhe më emocionuesit që do të jetë deri më tani. Unë jam shumë i bindur që ky edicion do të krijoj shikueshmëri, do të krijoj spektakël dhe do të krijoj ndjekje. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju na ndiqni me subscribe.